Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Histori Jete për të sjellë pranë jush tragjedin edhe ngjarjen më të rëndë që ndodhi në Vushtrri. Brenda 24 orësh, 2 vrasje në Vushtrri, 2 djemë të ri, në fakt të moshës 19 deri në 21-22, djali Dorasi me inicialet B.D vret bashkëmoshatarin e tij për qëllime të çuditshme, do me thënë në mes ka qenë një femër, të cilën sipas historisë që përshkruhet e kanë dashur të dy djemt, dhe historia ka arritur deri në vrasje që embri i vajzës nuk është bërë publik dhe ngjarja tjetër ishte vrasja e 42 vjeçares Nexhmie Musliu Hajredini, e cila u vra nga pronari ku ajo punonte më herët. Do të thënë, historia tregon një tragjedi shumë të madhe, historia tregon një dhimbje të tmerrshme dhe nuk e kuptoj se ku po shkon realisht kjo botë. Unë jam një gazetar që i kam dhënë shumë zë vrasjeve të grave, kam mbajtur me qindra emisione, kam bërë me qindra komentime rreth këtyre ngjarjeve dhe ajo që unë kam kërkuar ka qenë vendime të ashpra dhe drejtësi nga ana e shtetit për personazhe që bëjnë krime të këtilla. Të marrësh një jetë është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse në këtë universin ku ne jetojmë, jetën ka vendosur ta merr vetëm Zoti, dhe do të thënë duhet të kesh shumë përgjegjësi të madhe të vendosësh të marrësh një jetë. Unë do të lexoj ngjarjen të madhe që në fakt po na trondit çdo ditë më shumë në Vushtrri, dhe më pas do të komentojmë këtë që unë do të lexojmë. Një ngjarje tragjike ka ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Stanovc të Vushtrisë. Një grua u vra me armë zjarri nga ish shefi i saj e më pas Dorasi bëri vetvrasje. Gruaja e vrarë është 42 vjeçarja, Nexhmie Musliu Haradini. Ajo u vra me armë zjarri nga Arsim Morina, pronari i furrës Diellza, ku kishte punuar më herët e ndjera. Ajo ka qenë e martuar dhe ka lënë pas vetes 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë. Djali është i moshës 18 vjeçare, ndërsa 2 vajzat më të vogla. Ndërsa me vrasjen e Nexhmie Hajredinit ka reaguar edhe djali i saj Alaudin Hajredini. Inshallah në xhenet nana jem, ka shkruar ai. Ajo është vrarë me armë zjarri nga Arsim Morina, cili më pas vrau edhe veten. Ai është pronari i furrës Diellza, ku kishte punuar më herët gruaja e vrarë. 2 viktimat nuk kanë asnjë lloj lidhje familjare përveç faktit se ndjera ka qenë punëtore në furrën Diellza. Mëson se ajo ka qenë e martuar dhe ka lënë pas vetëm 3 fëmijë, 2 vajza dhe një djalë. Djali është i moshës 18 vjeç, ndërsa vajzat janë më të mitura. Referuar në ngjarjeve, dyshohet se ngjarja ka ndodhur në një nënkalim, si dhe shihen viktima të shtrirë në tokë pranë njëri tjetrit. Fotografi që ne nuk kemi dashur t'i transmetojmë, do me thënë viktimat janë ndër një urë dhe nuk është etike që t'i nxjerrim për të gjithë ato që e ndjekin këtë video, sepse është vërtet një pamje shumë e trishtë. Sipas një të afërmit të viktimës, shkaku i vrasjes dyshohet se ka qenë xhelozia e pronarit. Viktima, Nexhmie Hajredinaj, kishte lënë punën te fura dhe së fundmi po punonte për dikë tjetër. Arsyet pse e ka vrarë, do me thënë është kjo, më pas lajmet vijojnë. Një ngjarje e rëndë tronditi sërish pas ditën e djeshme Kosovën, ku një 42 vjeçare u vra me armë zjarri nga ish pronari i saj Arsim Morina, i cili më pas e vrau edhe veten. Sipas asaj që mediat vendase raportuan një ditë më parë, ngjarja ndodhi në Stanoc të Vushtrisë, ku pronari i furrës Diellza vrau ish punonjësen e tij Nexhmie Haradini dhe më pas me të njëjtën armë zjarri qëlloi edhe mbi veten. Kjo ngjarje thuhet se ka ardhur si pasojë e xhelozisë pasi 42 vjeçaria kishte shkuar në një vend tjetër të punonte. Ndërkohë, lidhur me këtë ngjarje, mediat vendase kanë dhënë më tepër detaje. Mësohet se në momentin kur edhe Arsim Morina kreu aktin e rënd,
Nexhmie Haradinaj ishte në shoqërinë e një tjetër gruaje dhe një fëmije të mitur. Autori e kishte ndjekur për gjatë gjithë ditës dhe në momentin kur furgoni e kishte kthyer prej punës, 58 vjeçari kishte pritur momentin kur 42 vjeçaria, së bashku me një tjetër shtetase, identiteti i së cilës ende nuk dihet, dhe fëmijën e mitur ishin futur në një nën kalim. Ai kishte nxjerr armën dhe kishte qelluar mbi të. Fatmirësisht gruaja dhe fëmia tjetër nuk mbetën të plagosur. Fillimisht dyshohet se e njëjta ka ndryshuar vendin e punës, ku kishte punuar bashkë me bashkëshortin rreth 50 vjet dhe ka kaluar në një veprimtari tjetër biznesore, po të njëjtit sektor, përballë ish furës ku punonte në Miloševo. Pasi ka ndodhur një situatë e tillë, ish pronari i furës ku ka punuar tashmë e ndjera, e ka përcjellur po atë ditë të ndjerën kur ka qenë duke dalur nga puna dhe në momentin që ka zbritur nga furgoni, i cili e kishte bartur atë nga puna deri në Stanoc, diku rreth orës 3 apo 4 kilometra me furgon, në kohën kur ajo është futur në nënkalim, ka rënë në prit të ish pronarit të furës ku ka qenë më herët, duke punuar, dhe dyshohet se aty ka ndodhur edhe vrasja e gruas në fjalë, u shpreh ndër të tjera gazetari Boshnjaku në Kosovë. Do me thënë, bëhet fjalë për një vrasje që dyshimet e para, sepse akoma nuk kemi një deklarat përfundimtare nga policia e Vushtrrisë dhe nga prokuroria dhe gjykata e Kosovës, por hetimet besoj që vazhdojnë dhe janë akoma duke u kryer. Bëhet fjalë për një vrasje ku pika kryesore e dyshimit është xhelozia. Do me thënë, pronari Arsim Morina i furës Djelza në Vushtri, konkretisht në fshatin Stanovc, ka vrarë ish punëtoren e tij, Nexhmie Musliun Haradini, e cila ka punuar për 5 vite në këtë furrë të bukës, së bashku me bashkëshortin e saj. Me patjetër pas një oferte më të mirë, me kushte ndoshta edhe më të mira nga Morina, në këtë rast, Nexhmia ka ndryshuar vendin e punës dhe ka kaluar në një furrë tjetër të bukës, e cila ka qenë në fshatin, me sa unë e kuptova, Milošev. Do me thënë, në fshatin Milošev. Nexhmia, pasi ka përfunduar orarin e punës, ka qenë e shoqëruar me një grua tjetër dhe me një fëmijë që identiteti i këtyre të dyve nuk është bërë akoma i ditur. Por, në momentin që Nexhmia ka zbritur nga furgoni ku ajo ka udhëtuar për në punë dhe për në shtëpi, Arsim Morina, ish pronari i saj, e ka ndjekur Nexhmien nga pas, do me thënë gjatë gjithë ditës e ka ndjekur dhe e ka vrarë. Ka qenë vrasja planifikuar dhe dyshimet e mëdha janë se vrasja është kryer nga xhelozia që Morina ka patur përse Nexhmia dhe bashkëshorti i saj ja kanë lënë punën. Bashkëshorti i Nexhmies nëpër video duket shumë i tronditur, edhe deri më tani nuk ka dalë në një deklaratë dhe nuk ma merr mendja që këto ditë do del, por në ditët në vazhdim do të del, sepse e vërteta e kësaj ngjarje do të zbehet përse Nexhmia ka lënë punën. Mosvall ka patur kërcënime edhe më herët nga ky pronar, sepse nga mënyra se si ky është sjellur, do me thonë, si duket ka dashur që punëtorët i mbajnë me zor në punë. Punëtori, kjo është një mësim për të gjithë pronarët e tjerë që duan të bëjnë biznese, punëtorët kanë të drejtë në jetën e tyre të veprojnë si të duan dhe çfarë të duan të bëjnë, sepse edhe ato kanë jetën e tyre. Ju nuk mund t'i mbani me zor, ju nuk mund të kërcënoni një punëtorin tuaj vetëm që ai të qëndrojë në punë, sepse problematika të këtilla, kërcënime mes pronarëve edhe punëtorëve ka ndodhur gjithmonë dhe në fakt kanë qenë tematika shumë të diskutueshme nëpër media. Kemi patur lloj-lloj rasti që është paditur, është paraqitur në media që pronari kërcënon punëtoren, pronari kërcënon punëtorin për çështjen e lekëve, për çështjen e sigurimit jetësor dhe shëndetësor dhe ngjarje të këtilla.
Dhe do me thonë kjo në fakt është një tragjedi që po ndodh tek shqiptarët në shumicën e rasteve. Unë kam folur shumë për të drejtën e gruas, unë kam folur shumë për gratë, unë kam folur shumë për sakrificën që gratë bëjnë, Arsim Morina për të nxjerrur inatin e tij, për të nxjerrur mlefin e tij, për të treguar urrejtjen e tij kundërdrejt punëtores së tij, Nexhmies, ka lënë 3 fëmijë jetim. Ka lënë një djalë 18 vjeç dhe ka lënë 2 vajza të mitura që tash janë bara e këtij babai. Do me thënë, një familje e ndershme nga kjo që unë po kuptoj, burë e gru kanë punu për të siguruar bukën e gojës për fëmijët e tyre për një rok dhe më në fund ish pronari e vret sepse ka patur xhelozin përse Nexhmia shkoi në një vend tjetër dhe ka kërkuar më shumë lekë. Të nderuar pronar, ashtu si që dëshironi ju të pasuroheni në krahun e dikujt tjetër, ashtu dëshiron të pasurohet edhe ai punëtori që ju keni. Edhe ai punëtori dëshiron që t'i çojë pak më shumë bukë fëmijës së tij në shtëpi. Edhe ai punëtori dëshiron që të sigurojë një palë atlete më të mira nga ato siç i ka siguruar, sepse çdo njeri është në mbreti vetes së tij dhe dëshiron të punon për të ardhmen e vet. Nuk është e mirë të hani akun e punëtorit, e bëni çdo ditë, e preferoni ta bëni dhe më në fund do me thënë dëshironi të dilni ato ëngjëj që ne nuk kemi patur faj. Punëtori punon, Nexhmia ka sakrifikuar çdo ditë e çdo natë, vetëm ato që punojnë në furrë të bukës e dinë se çfarë përkushtimi është, e dinë se sa vështirë është, sepse gjatë verës qëndron në temperatura më shumë se 60 gradë, ndërsa gjatë dimrit po mërdhiesh edhe mundohesh që të ngrohesh tek ai shporeti, edhe jetë çdo ditë që në ora 6 deri në orën 1 të mesnatës aty për të bërë bukë, për të bërë kifle, për të bërë byrek, e vetëm të punosh për një copë rrogë dhe më në fund do marrësh 500 euro. Dhe për këtë gjë, Nexhmia ka patur të drejtën e saj të veprojë. Gruaja ka të drejtën e saj të jeton. Unë nuk e di se kur do të mësohet ky populli jon të kuptojnë që vrasja nuk është zgjedhja e duhur, që të vrasësh një njeri do me thonë ke bërë një super krim të madh dhe kur të marrësh atë qëndrimin tënd se ky është gabimi më i madh që do bësh. Në Kosovë po ndodhin vrasje masive dhe shteti po qëndron i heshtur. Deri më sot nuk është zbardhur asnjë rast, as Liridona Ademaj, as Gjulieta Ukella, as Marigona, asnjë ngjarje. Dhe kjo është një dështim i madh që po ndodhen në këtë vend. Po ndodhen në Shqipëri, po ndodhen në Maqedoni. Imagjinoni 2 vrasje kanë ndodhur në Vushtrri brenda 24 orësh. Dhe vrasja tjetër është 2 çuna të ri vriten për një femër. Ju lutem shumë, punoni me fëmijët, ju lutem shumë, respektoni familjen, respektoni të qenurit burr, respektoni punëtorin, respektoni jetën. Do thënë ku po shkon kjo botë, çfarë po ndodhen në këtë botë. Po dëgjojmë ditë edhe natë vrasje, 2 çuna të ri vrasin njëri tjetrin për një femër. Është njerëzore kjo? Por edhe femra duhet të jenë pak më të kulturuara dhe më të edukuara. Nëse nuk ju pëlqen ai djali që keni në ekran, ndauni, mos u merrni me 2 djem në të njëjtën kohë, sepse nuk po tregoni kulturë. Thjesht po ulni veten tuaj dhe po denigroni veten tuaj çdo ditë. Do me thënë po flasim çdo ditë, por sikur duket kot që po flasim sepse zëri jon si gazetar po shkon në vesh të shurdhër. Unë po shpreh ngushëllimet në të 2 familjet, Zoti i shpërblef me xhenet, Zoti i shpërblef me parajs, por këto ngjarje janë të tmerrshme. Shtetet duhet të fillojnë të funksionojnë sepse shoqëria jon po shkon në drejtimin më të keq të mundshëm.